Bëjmë së bashku tortën për ditëlindjen e burrit tim. Montojmë panën dhe të hedhim mascarpone. Nuk do ta bëjmë me vezë sepse duhet që ta hajë edhe Lela. Miksoj mascarponën dhe i bashkojmë së bashku. Kremin e kemi gati, tani është momenti i kompozimit. Të gjitha vojartë do t'i pres pak kështu dhe do t'i vej rreth e rrotë. Tani do filloj me mbushjen. Ato që preva nga poshtë i hodha sipër se nuk duhet të më shkoni kot, plus që të zej pak vendet bosh. Ja, dhe shtresa e parë. Dhe tani do shkojmë që të bëjmë shtresën e fundit. Tani torta është gati të shkojë në frigorifer dhe pastaj do t'i bëjmë dekoret. Nuk e di sa dallohet këtu, por po i hedhim kakao me xixa. Këtu nuk dallohen, por që janë komplet xixa dhe shkëlqen. I vendosa rreth e qark disa çokolata me copëza. Tani është momenti që t'ja heqim këtë gjën edhe t'i lidhim rripin. Ja, dhe rezultati final. E për me shumë dashuri mbi gjitha.